Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një lajm që në fakt ka qenë lajm kryesor. Është përfolur shumë nëpër Mediën Roz, është komentuar jashtëzakonisht shumë në Mediën Roz dhe mefatjetër publiku dëshiron që të di se çfarë ndodhen me Grida Dumën edhe Motrat Hoxha. Domethënë u tha që Grida dhe Motrat Hoxha kanë patur një përplasje, kanë patur një konflikt në televizionin Top Channel. Prej ditësh në mediat shqiptare dhe në rrjetet sociale po qarkullojnë zëra të shumta për të ardhmen televizive të Grida Dumës. Në qendër të vëmendjes është emisioni Top Story dhe marrëdhënia e saj me drejtuesen e Top Channel, Lori Hoxha. Po çfarë ka ndodhur realisht dhe a do ta shohim sërish Grida Dumën në ekranin e televizionit Top Channel? Në fakt kjo është pyetja që më së shumti bëhet, edhe pse Grida nuk është se ka dhënë ndonjë përgjigje akoma në rrjetet e saj sociale, po mefatjetër publiku është kurreshtar. Sipas raportimeve të publikuara, ditët e fundit janë përhapur aludime për një përplasje mes Grida Dumës dhe Lori Hoxhës dhe për mundësinë që Duma të mos të jetë më në drejtimin e Top Story. Megjithatë, deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga Grida Duma, Lori Hoxha apo televizioni Top Channel se ajo është larguar nga ky televizion. Domethënë në një intervistë kemi dëgjuar që Grida ka thënë që unë jam gati në jetë sikur edhe gjithçka ta nis nga zero, po kjo nuk konfirmon që Grida Duma është larguar nga televizioni Top Channel. Kjo është arsyeja pse duhet bërë dallimi mes asaj që përflitet dhe asaj që është konfirmuar. Vetë historia e Gridës me Top Channel është e rëndësishme. 4 vite më parë ajo vendosi të largohej nga politika, domethënë ky është rrëfimi i Gridës, dhe të pranonte ofertën për të drejtuar Top Story-n. Në një intervistë të publikuar më datën 5 gusht të vitit 2026, Duma ka treguar se propozimi i Lori Hoxhës ishte një moment që ndryshoi rrugën e saj profesionale. Ajo e ka përshkruar ato ofertë si një mundësi që i erdhi në kohën fiks të duhur. Prandaj zërat për një largim të mundshëm kanë tërhequr kaq shumë vëmendje. Grida Duma nuk është thjesht një moderatore e një emisioni, gjatë këtyre viteve ajo është bërë një nga figurat më të njohura të ekranit shqiptar në fushën e debateve politike dhe intervistave të nxehta. Në rrjetet sociale janë publikuar edhe materiale që flasin për të ardhmen e saj në Top Story, ndërsa disa prej tyre pretendojnë se mund të ketë ndryshime në drejtimin e emisionit, por këto mbeten spekulime, jo vetëm një vendim i konfirmuar. Dhe këtu lindën pyetja që po bëjnë shumë shikues, a do të largohet Grida nga Top Channel apo do të vazhdoj. Unë nuk e besoj që Grida domethënë të largohet, sa u përket Motrave Hoxha, emri Lori Hoxhës është përmendur në këto aludime për shkak të rolit të saj si drejtuese në Top Channel. Po nga ajo që unë kam arritur të nuhas, domethënë si gazetar, e kuptoj që mund të ketë patur një konflikt mendimesh, domethënë për emisionin Top Story, por nuk e besoj që Grida dhe Lori kanë arritur deri në stadin që të kenë konflikte të nxehta dhe njëra që në këtë rast është Grida domethënë të largohet nga televizioni.